Natyra si terapi, dokumentar për pushim mendor. Në një botë të mbushur me zhurmë, stres dhe ritme të shpejta, natyra ofron një terapi të heshtur për të fuqishme. Ajo nuk kërkon asgjë prej nesh, përveç vëmendjes së pranishme. Një shëtitje të thjeshtë në pyll, shikimi i maleve që ngrihet mbi horizont, ose dëgjimi i ujërave që rrjedhin ngadalë. Të gjitha këto janë mënyra për të rikthyer qetësinë dhe për të shëruar mendjen. Kur hyni në një pyll, hapat tuaj përputhen me ritmin e heshtur të pemëve. Degët përkulen lehtë nga era, gjethet shkëlqejnë në ndjell dhe tingujt e kafshëve që lëvizin me kujdes krijojnë një simfoni të heshtur. Mendja që zakonisht është mbi ngarkuar nga detyra dhe me shqetësime fillon të ngadalësohet. Frymëmarrja qetësohet dhe tensioni i brendshëm fillon të largohet. Ujërat që rrjedhin ngadalë janë mjekim për shpirtin. Tingulli i lehtë i ujit që përplaset mbi guret ka aftësinë që largohet mendimet e shqetësuara. Ai na mëson se gjithçka ka rrjedhjen dhe ritmin e vet, dhe se nuk ka nevojë të nxitohen. Çdo gurgullim i ujit është një thirrje për të qenë i pranishëm, për të ndjesh çdo moment pa presion dhe pa frikë. Pamjet e maleve dhe livadeve janë të fuqishme në thjeshtësinë e tyre. Një mali që ngrihet mbi horizont nuk ka nevojë të tregojë forcën e tij, thjesht është një livad i mbushur me lule që përhapen me erë. Nuk ka nevojë për fjalë për të shprehur bukurinë. Kjo qetësi vizuale ka efekt të drejtë për drejtë mbi mendjen. Tensioni bie, mendimet shqetësuese zbehen dhe shpirti gjen hapësirë për të frymuar lirshëm. Kafshët që jetojnë lirshëm janë shembuj të thjeshtë të jetës pa stres. Një trer që ecën ngadalë, një arrit që pushon në hijen e pemëve, një zog që këndon mbi degë. Veprimet e tyre janë të matur, pa nxitim dhe në harmoni me ritmin natyror. Kur i shikojmë, kuptojmë se pushimi dhe vëmendja ndaj momentit janë pjesë e shërimit. Natyra si terapi nuk kërkon përpjekje të mëdha. Mjafton të shikosh, të dëgjosh, të ndjesh. Tingujt e heshtur, ngjyrat e gjalla dhe lëvizjet e ngadalta të jetës natyrore krijojnë një ambient ku mendja ndalon. Trupin qetësohet dhe shpirti rikthehet tek ekuilibri i tij. Është një formë thjeshtë por e fuqishme e rikthimit të energjisë së brendshme. Pyet lumenj, liçenet dhe malet nuk janë thjesht peizazhe. Ato janë terapi e gjallë, një shëtitje ngadalë në pyll, frymëmarrja e ajrit të pastër dhe ndjesia e tokës në këmbë mund të zëvendësojnë stresin me qetësi. Kur bashkohemi me ritmin e natyrës, ndjejmë se jeta mund të jetë më e thjeshtë, më e qetë dhe më e plotë. Pamjet e natyrës që ndryshojnë me dritën e diellit, erën dhe kohën e ditës, tregojnë se çdo moment ka ritmin dhe funksionin e vet. Dhe në këtë ritëm të natyrës, mendja mëson të vushojë të ndalojë konkurrencën, nxitimin dhe shqetësimet e panevojshme. Pushimi mendor nuk është luks, është nevojë, dhe natyra ofron mjetin më të fuqishëm për të arritur atë. Në fund, natyra si terapi është më shumë se një eksperiencë vizuale ose auditive. Ajo është një kujdes për të ndalur, për të marrë frymë dhe për të rikthyer lidhjen me veten. Çdo pemë, çdo lum, çdo kafshë që jeton lirshëm na mëson se qetësia dhe paqja janë gjithmonë brenda nesh, dhe ne mund të ndjejmë ato çdo herë që vendosim të ndalojmë dhe të shikojmë.